Pejgamberi Allahut ma shumë që e ka dash në jetën e vetë pas Ebu Bekr Siddiku, Zeid ibn Haritha, e pas Zeid ibn Haritha, Usame ibn Zeid. Këto janë ditë të dashurit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për këtë arsye një gëru që i fute vjedhin dhe vendosën që t'ja prejnë dorën, thanë kush ka mundësi të ndërmjetëson të pejgamberi Allahut që të falet kë gëru e cila ka vjedhën dhe ka morë pronën e që tërkujt në e ka morën dhe e ka përvetësuan, tha nuk ka mundësi që pejgamberi Allahut që ja merr në konsiderat ndërmjetësimin e dikujt përveç se Usamës. Dhe Usame ibn Zeid dhe të ndërshëm shkon të pejgamberi Allahut dhe polemizon pejgamberi Allahut i ndërohet. Tha jo Usame, po ndërmjetëson për një rregull sheriatik, po ndërmjetëson për një çështje që Allahu azza wa jalla ka prerë dhe ka vendosur. Tha ndëgjoja Usame dhe let ndëgjojnë gjitha ta që kanë me jetu dhe në ditën e gjikimit, let ndëgjojnë. Ata që u shkatëruan para nesh, ishin për çkak se bajshin klasifikim. Nëse vjedh të njoni pasor e falshin ata, e amnistojshin ata, e lirojshin ata, ndërsa nëse vjedh të njoni shkreqja prejshin dorën. A kuptot belaja vledhët të ndërshëm nga na ven neve. Për këtë arsye ju e dini Omorin, ai që e vjedhi bonkën i lirë, ndërsa ai që e vjedhi një kerkash 6 vetë në burg. Edhe kjo përsëritet për ditë. Kush janë në burg dhe kush ruajnë dhe kush janë ata pranë gjykatës. Janë ata të cilër kanë gabu pak, ato që kanë gabu shumë, ato të gjithë janë të lirë vledhët të ndërshëm. Kështu shkatërohet një umet nëse mungon drejtësia. Pejgamberi Allahut ndëgjon e vëllezër, nuk e la me kaç që ta kupton umeti se pejgamberi Allahut nuk njifte askënd kur është në pyetje drejtësia. Tha pasha Allahun, pasha atë që shpirti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam është në dorën e tij Fatimia, e bia ime, dashura ime, me pas vjet, ja kisha prej dorën, s'ka ndërmjetësim në të cilën thotë drejtësi. Para të lejo të ndërshëm ki Islam është Islam i drejtësis. Para të thonë të Abdullah ibn Mubareki se Islami nga dhënjen, sa do qovë që armik të Islami të jenë të fuqishëm, nga se Islami në vetëm e ngrisin, nga se Islami është në vetëm rekolli, nga se a simboli drejtësis dhe luft e për i pa drejtësis, e s'ka dishim se drejtësia e ka imrin e gate, pa drejtësia e ka imrin e shkurt. Lësim Allahun azza wa jall që Allahu azza wa jall të ban leje që drejtësia të mbizotëron dhe pa drejtësia të merë fund, mizoria të çfaroset dhe të ngadhnjejnë populli drejt dhe të vendosen populli pa drejt.